djemtë gjithmonë paraqiten me këtë kostum. Një karakteristikë dhe një jeshi, një bukuri të veçantë ai kostum ka fustanellën. Fustanellën unë momentalisht këto që kam në dorë kam realizuar me 150 pala. Por sa më shumë pala ti futesh, aq më bukur bëhet fustanella, duke interpretuar një rrotullim, një lëvizje koreografike. Ajo hapja e fustanellës është një magji. Stilisti Apojani thosë se ende ka interes për kostumet popullore dhe kërkesat më të shpeshta janë nga ata që jetojnë në emigrim. Interes ka pasur dhe ka, por më shumë ka të interesuar njerëzit që kanë ikur në emigrim dhe e duan këtë për një fëmijë, për motrë.